Ore okazioner ti mes Tiranës garsonierën 170.000 euro, vetëm 170.000 euro. More. Të shifni domethënë. Ta dhuavur. Ore është ka mundësi zhvillimi, është për larg pamse, nuk është shumë kot në kot. Çfarë pamse ajo është ti vetë. Ajo tashka edhe janë 200.000 euro dorë për Pa të po shojë se aty do dalë për një sekond. E di çfarë avantazh është ke këtu artivis. Tu për shembull, siç e shihni sopa gatimit është njët me divanin, e zem gatun ti nuk di që ta si herë në botë ushqimi. Po të jesh shtrije duke e nin për shembull, e vune vaj me unzef. E merr vesh që është nxef se të fillojnë këllcasin ato pikët e vojt. Na zurrati. E çfarë e bën? Po, mirë. Po kush atë furrën poshtë hap me i dorë kështu. Po e ke direktor gatun ul, shtri, aty skep se trish në kam. Për zotin sa mirë që. Po tjetër çka kështu. Tjetër për shembull, do me pi cigare e merrin në shtëpi. Po. Ja për ke aspiratorin direkt, knej gatun, knej pi cigare, runze kalamajt kur lujnë në për shtëpi. Që mos të hikin nga syt se është përgjegjësi e madhe e fëmijë. Se po të dalësh, po të kesh verandë për shembull. Po çfarë ore çdo verandë do dalësh atje në mes të shiut, Cila do të kalamajt vetëm atë. Cila do të vetë ja morin ato shtizat e tyre qendisjeve, ja i futen priz larg qoftë. Edhe të rroft veranda më. Valla, kurse aty pi cigare e ruan. Po dhe gatun në tjetër kohë, se ti që do ushqim po ti. Biles po të dush ti visa po të kesh qef, e ble këtu, jo këtu, e vendos si kondicioner aty. I ble dhe kondicioner. E ble kondicioner. Po se nuk ka momenti, po tash ti do blesh 170.000 euro shtëpi, se bleke do 800.000 lekë, 900.000 lekë, sa po Edhe futesh edhe 100.000 euro me në dorë, se ka gjona për t'rregulluar. Prit se nuk ka lidhje. Për shembull, do me voni televizor. E ble televizorin dhe poshtë kondicionerit. Kthej Ka gatun. televizor, ë? Po e bler ti sapo 300.000 lekë, 700.000 lekë i televizor. Po, do të thonë 170.000 euro nesër. Po, mira ka se pi cigare aty, edhe ngrohesh. Shef televizor, temperaturën e vë me kondicioner tamam, aspiratori sistemin, shef kalamajt mos fushin shtizat. Prisi e mrek. Po, fiks, asa e bukur. Te jepsha verandën, çdo verandën, si legend. Po tjetër, na thonë gjë tjetër. Tjetër mas ne çamu ti bësh? Aty ke parvazi dritare se ty mund të vesh një dy fikus, të lezetshëm i blen ato ja ve. Ato janë gjëra të vogla valla. Po i ve një etazhier këne më tën. Një portmanto mund t'ja vesh, mund t'ja montosh diku ku dush. Ku e monton portmanto? Kurse kët divanin e shef kët për shembull? Po, divanin aty. E heq në të ardhmen, po ke qef. Blej tjetër nga ato që hapen bajnë krevat, se s'do flesh gjithë jetën në divan, 4 vjet. Çfarë? Po të gazonjere të fitova. Po mi vatet e muri, mund ta ndrojmë apo? Atë po mund ta ndrosh atë për shembull se këte kanë pas ata ishprenarët, mund të vesh nga ato të bukura ato me anije ose me tigër, e ke parasysh? Po, ato të bukura fare. Po sa ajo është bandë vjetër e kohës. Bëhet si karsionere. Po duhesh e shtron me linoleum për poshtë. Po një musluk atje, mund ta vë një musluk të lashë. Jo ver, po muslukun ja monton ku të kesh qef. Kënej pi cigare, ftof kondicioner, shif televizor, ru kalamot, la pjatat, gatuenët. Gatuenët? Ushqimet. E sot na roj. To janë avantazhet për sa i përket saj. Kaç pas ka kjo? Pastaj nëse ke qef ta zhvillosh më shumë vis. Çfarë mund t'i bësh? Ble hyrjen lart, i futi çame këtu në këtë tavani, bëj pa shkallë spirale. Po duplex. Po sa ajo lart, e di sa është ajo? 300 metër katror, aty mund bësh 3 dhoma gjumi për 3 kalamaj ndryshe. Dhom gjumi matrimoniale king size. Dhom për pleq, që ti bash gjitha gjërat i kesh. Banjo me gjana me. Çfarë thua, pse mund ta zhvillosh ashtu atë? Prit herë, a do më zhvillu më shumë se kaq? Po, du, ha. Mund të blesh hyrjen këtu. Po. Njët, e blen atë, çan murin këtu i futi der. Anë e bën kuzhinë, zëm denje, fut edhe i banjë për gjithë. Po, ti ta kesh aty afër i banjë. Pa jo sa metrash, Është ajo, është 80 sa metra ajo. Po, nuk mbaron me kaq. A do të zhvillohesh më shumë? Ke qef me zhvillu? Po, kam qef, çfarë mund të bëj? Po. Bleja 5 parkingje poshtë. Te ka ditë në deshë, e çan këtu. E futi ascensor. Ascensor. Sa po ascensori? Po, vjen apo puna me makinë, zbret ke parkingu, parko makinën, zbret nga makina, hyp në ascensor. Fiks ka ascensori jot. Do me shku në gjumit lart. Po, shtyp treshin bie, po. Po ti ku e di, ke kena ty ti? Po e bra, llogari apo? Po me shtyp treshin. Do me ik kuzhinë, shtyp dyshin djastas. Si djastas, se ecën dhe kështu. Po ecën dhe vertikal poshtë lart edhe majtas djastas, është. Çfarë ascensori? Si çfarë mund bësh me këtë karsonerën? Po do ta blesh ti këtë ascensorin, a? Po dush me i ble këto, gjitha po dush. Po shikoj, fal, po si mund të blien ato njëra, kupton çfarë? Dalë njëra valla. Këto që thash, pa to blien kollajër ti, po sa ti dali në shitje aty ne ti ke
bo lekët me këtë që të morë shtu. Pse s'është shitja jo? Që e më shitje ato akoma, prit po... Po thashtë 1 milion euro thash. Shkoj cik, viso, kjo është vështirë për të ble. Pse? Pa to ble, pa këtu e di sa është radha arti. Unë pra ne pa them që të fusesh kokën këtu si fillim. Po pastaj fillo ble këto ona shë lartë. Mas në fundja pse të rish me qera ke tjetri. E merr me kredi? Po, e mora kredin. Sa? Të pagush një shumë simbolike 8-900 euro në muj. Po. Edhe në krye 40-50 vjet vesh e jotja. Po pra, i gazonjere. Ti je 40 vjet me kredit 800 euro? Po e di më të paktën ja lën nipërve, mbesa. Po, alla, po, puno për ata. Po arrite vallai, nga stresi nuk e di çfarë mund nëse. Po që ti zemër ty jap shpinë time, ti e kisha fal shpinë, po unë s'kam, unë e për vete me qera. Po pse se bleti atë merr kredi për 50 vjet e ke të sigurt. Po janë ato rregullat e punës që nuk më lejohet pastaj. Mirë, ja, do e mendojmë. Jo, unë po i marr lekët të burr. Çfarë do mendoj? Ty tregoj inboxat e celularit. Mirë. Grisin njerëzit njërin tjetrin ka sa fytyrë. Shtype ata. Shtype se u tremën. Si doni, mendojni. Po sa ta